Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullah. Sot po vazhdojmë ciklin e intervistave në përballje podcast me kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës. Ashtu siç e kemi thënë që nga fillimi, ky do të jetë një cikël i intervistave, diskutimeve me kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës. Sot kemi gjithashtu ministrin në detyrë të kulturës, Zoti Hajrullah Sheku, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të komunës së Prishtinës. Zoti Sheku, mirë se po takohemi. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Vjen mirë që jemi së bashku për të diskutuar tri çështje, tri elemente që ka të bëjnë në këtë përballje podcast me garën kryeqyteti natyrshëm është imazhi i shtetit Kosovës, përveç që është kryeqytet, projekte dhe sfidat dhe çfarë ofron lëvizja vetëvendosje me juve në Prishtinë. Po e nisim nga e para, Hajrullah Sheku në Prishtinë. Ishte vështirë vendimi për me kandidu për Prishtinën? Ishte një diskutim i brendshëm, i zakonshëm, siç ndodh brenda partive politike, kur bën diskutimet se si ta marrin vendimin më të mirë në raport me zgjedhjet, me fitoren, po dhe në raport me qeverisjen. Ka qenë një diskutim goxha i gjatë. Janë diskutuar emra të ndryshëm dhe përfundimisht si vendimi i përbashkët doli emri im dhe unë me kënaqësi pranova këtë sfidë. Ishte i vështirë vendimi edhe për juve? Realisht duhet ditë rrethonat, Prishtina zakonisht ka akuza kundër akuza. Kritika konstruktive shumë e madhe në Prishtinë. Për dallim prej shumë komunave që janë dorën zemra edhe në komuna tjera, po Prishtina për shkak që kryeqytet, çdo ditë siç është mëngjes, dikush jep ndonjë kritikë. Përbes unë gjithmonë kam qenë lojtari i ekipit, me huazu pak për terminologjisë së sportit, edhe momenti kur më është besu detyra ministrit të kulturës ka qenë po ky mendim edhe po kjo qasje. Do më thënë, ne jemi këtu si ekip, du të luajmë si ekip, secili e luan në pozitën më të mirë që e bën, por edhe kjo puna e Prishtinës erdhe ashtu si rezultat i diskutimeve edhe i nevojës shumë të madhe për ta bërë jo vetëm fitoren, po dhe ndryshimin e nevojshëm në Prishtinë, e cila po përballet me shumë sfida. Prej asoj që e kemi pasur pse po bëjmë bashkëbisedim të ciklit tyre diskutimeve, edhe të prezantimet e juaja të para, edhe kësaj që tash është para fushat, i keni disa tema, disa specifika të cilat i keni adresu për fushat. Nëse mujmë pak për publikun, për lexuesin edhe shikuesin e këtij podcast, cilat janë prioritetet kryesore që Zoti Sheku i ka në programin e vet të Prishtina? Po e bëni për mbledhje të shkurt, për hyrje dhe pastaj mund të zgjerohen sipas edhe interesimit tuaj. Ne kemi thënë që i kemi 3 shtylla themelore me të cilat do të qeverisim në Prishtinë. Shtylla e parë është qytet funksional. Qyteti nuk po funksionon dhe kemi nevojë me arrit funksionalitetin e qytetit. Shtylla e dytë është zhvillimi, pra përveç funksionit ne duhet ta përmirësojmë edhe mirëqenien tonë ekonomike në Prishtinë, dhe shtylla e tretë ka të bëjë me barazin, pra një kryeqytet që garanton barazi, sepse sot kemi shumë pabarazi sociale, ekonomike, ndërmjet lagjeve, shtresave, grupeve të ndryshme në këtë shoqëri. Në shtyllën tonë të parë, kur flasim për funksionalitet, 3 janë prioritetet tona. Prioriteti numër 1, trafiku. Prioriteti numër 2, pastërtia dhe menaxhimi i mbeturinave. Dhe prioriteti i tretë janë trajtimi i qenve endacak. Kur jemi të shtylla e dytë të zhvillimi, 3 prap janë prioritetet aty. Turizmi, për më shumë ekonomi dhe mirëqenie për Prishtinën. Teknologjia e informacionit si shtyllë mbështetëse për zhvillimin ekonomik të qytetit, dhe e treta, ndërlidhja e shkollave me tregun e punës, aftësim profesional, në mënyrë që të rinjt gjejnë sa më shpejt punë në tregun e punës, dhe shtylla e tretë, barazia, do të fokusohemi shumë në zbutjen e pabarazive sociale në qytet. E dyta, do të punojmë shumë për qasjen për personat me aftësi të kufizuara, dhe e treta, një kategori shumë e ndjeshme janë fëmijët. Fëmijët ballafaqohen me shumë sfida, por me prioritet fëmijët që sot ne i hasim në për rrugët e Prishtinës, cilët ka nevojë për mbështetje nga institucionet shtetërore. E kjo është te 3 shtyllat të programit tuaj, edhe te ajo që i ndohet në kategori nëse mujmë për publikun, pra po duam nëse mujmë pak me shku në detaje, jashtëzakonisht të gjithë ne jetojmë në Prishtinë, ecim çdo ditë që nga mëngjesi unë bëj rrugën nga puna në banesë mundona ose me autobus të trafikut urban. Problemi kryesisht në Prishtinë është mëngjesi
i trafikut, që ajo që e diskutuam te pikat e juaja, gjithashtu si njëna prej prioriteteve. Pra, kryesisht bllokohet shteti, ka pas akuza dhe kundër akuza për mbylljen e sheshit, mungesa e autobuseve të mjaftueshëm për qarkullim, nuk e ka Prishtina, janë vendos sa bicikleta në disa lokacione, por shpesh herë ato unë shoh se udhtoj çdo ditë edhe i shoh vetë mbesin të njëjta. Qysh e keni menduar te trafiku urban me zgjidhje këtë problem? Fillimisht kjo është çështje e mobilitetit të përgjithshëm. Sot në Prishtinë nuk bllokohet vetëm trafiku, por edhe ecja është pak problematike. Domethënë ecjen, edhe kur tenton ti me ec, ke shumë sfida, ke shumë pengesa edhe fizike, edhe lodhesh më shumë sa që duhet, edhe nuk ka hije natyrale. Pra në përgjithësi mobiliteti, kjo lëvizshmëria është shumë problematike sot në Prishtinë. Unë besoj që çelësi i zgjidhjes për trafikun e Prishtinës dhe mobilitetin është trafiku urban. Ne kemi nevojë për një trafik urban të qëndrueshëm, të fuqishëm, i cili neve na jep alternativen për me mbri shpejt në pikën tonë ku dojmë me shku. Për momentin, autobuset e trafikut urban bllokohen bashkë me të gjitha veturat e tjera. Mbesin ngulon gjotën. Kemi nevojë me rrit flotën e autobusëve të trafikut urban. Është domosdoshmëri kjo. Në 4 vitet e fundit çdo vit na është premtuar se do të vinë autobuset, por nuk erdhën. Kemi nevojë me zhblloku këtë dhe me sjell autobus të ri. E dyta, nuk mjafton veç autobus të ri, sepse edhe ata bllokohen në të njëjtin trafik. Prandaj po besojmë që korsia e veçantë për autobusin, për zjarfiksin, për autoambulancën dhe për taksit është domosdoshmëri për ta kriju alternativën e shpejt të lëvizjes brenda trafikut të Prishtinës. Paralelisht me këtë, jemi shumë të interesuar që të aplikojmë edhe sisteme smart, sidomos të semaforët. Njëherë nuk ka mjaftueshëm semafor në Prishtinë, por e dyta ato punojnë me një sistem kështu klasik, kemi nevojë për semafor smart, të cilët e monitorojnë fluksin e trafikut dhe mbas atij fluksi ndron edhe dinamika se sa sekonda rrin e kuqja dhe sa shpejt hapet e gjelbërta. Këto janë ndërhyrjet të trafiku urban që janë të domosdoshme, emergjente. Mirë po, kemi edhe një fluks të madh veturave që vijnë nga qytetet e tjera, sepse Prishtina është qytet i gjithëve. Tu vinë shumë njerëz për me punu gjatë ditës dhe vjen një fluks i madh i veturave. Ne jemi të interesuar me zbatu atë rregullin që ka vendos plani mobilitetit, që është një dokument i miratuar para shumë viteve, që thot sistemi park and ride. Në pikat hyrëse, 4-5 pikat hyrëse qytetit, hapësinat mëdha për parkim. Që ata që vinë nga jashtë parkohen aty, mirë po këto parkingje duhet me i lidh direkt me trafikun urban. Sepse ndryshe mbet aty udhëtore. Patjetër. Ti e parkon veturën në hyrje, me biletën që e pagun për parkim, e ki trafikun urban gjatë ditës, dhe aty e merr autobusin, lëviz në destinacionin tënd. Kjo i bjen më pak vetura në qytet, i bjen më pak shpenzime për ty, i bjen më pak ndotje të ajrit, i bjen më pak humbje kohe, pra në çdo aspekt me një trafik urban të fuqishëm, mirë të organizuar, edhe me parkingje në pikat e hyrjes, ne shkarkojmë automatikisht trafikun e Prishtinës, e bëjmë më efikas, më të shpejt, edhe një element shumë i rëndësishëm. Kemi nevojë me i përfundu rrugët që kanë nisë në Prishtinë dhe kemi nevojë me ndërtu unazën e jashtme të Prishtinës. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm, sepse ka dhe shumë kalim tranzit përmes Prishtinës, përmes qendrës. Nëse evitojmë këtë kalim tranzit, atëherë shkarkohet shumë trafiku në Prishtinë dhe edhe banorit që jeton në Prishtinë, po edhe ai që vjen gjatë ditës, ka më shumë mundësi me lëviz më shpejt, më lirë, edhe kjo në fund përkthehet në atë që thash më herët, që është një prej problemeve më të mëdha të Prishtinës. Ne thithim një ajër shumë të ndotën në Prishtinë. Kjo është problemi i shëndetit publik. Ne jemi të i rrit fëmijët në një ajër shumë të ndotën. Natyrisht komuna i ka përgjegjësitë e veta, kjo është politikë edhe qendrore, mirë po si komunë, 3 veprime janë të domosdoshme për me reduktu ndotjen e ajrit. Një është trafiku urban, pra më pak vetura në qendër dhe në përgjithësi në qytet. Kemi nevojë me intensifiku rritjen e hapësinave të gjelbërta, pra hapësinë publike po me shumë gjelbrim, sepse është më shumë oksigjen, edhe është bllokim i ajrit të ndotën, dhe janë disa politika të tjera për të cilat njëra prej tyre është shtrirja e rrjetit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Këto janë masa të cilat nëse nuk ndërmerren paralelisht me ti, është shumë problem. Çka ka ndodhur në Prishtinë viteve të fundit është mbyllen një rrugë
nisën e shesh, bëni një eksperiment, po tu mos e ofru alternativën e tu mos e pas zgjidhjen sistemike. E me kësi prekje të izolume nuk zgjidhet problemi i trafikut Prishtinës. Po të latë qëllimisht të këto tri e kam shumë rëndësi në këtë cikël të podcast për publikun, pra këto janë për publikun, për njerëzit me pa programet edhe çka ofrojnë kandidatët për Prishtinë. E lash qëllimisht të trafiku urban planin dhe idenë tuaj, po shkojmë të mbeturinat e mandej mas kësaj ciklit parë kisha dashur pak me shku në disa pyetje edhe te kryetari aktual, i cili pat disa akuza për bllokime në Prishtinë, po ato pelojmë pak më vonë. Te mbeturinat, absolutisht është njëna, unë e thash, po më shkrua edhe një ditë një opinion te Telegrafi. Është imazhi që ne e shohim çdo ditë. Vizitorët janë shtu shumë mirë, festivalet janë shtu shumë mirë, gjithçka është tash e tutje përveç që është mbeturinat mos jenë aty. Është edhe imazhi i çdo turisti që zbret në aeroportin e Prishtinës, edhe vjen në hyrjet, në çdo hyrje ka do të qohen nga Podujeva, Fushë Kosova, Gjilani e kudo tjetër. Çka me bo me qëto mbeturina që dorën zemër edhe sot janë? Fillimisht, po du me bo një deklarat kështu politike edhe me thonë që nëse një kryetar komune nuk është në gjendje me majt pastër qytetin, nuk e di pse duhet me ndejt aty. Komuna është pak si shtëpia jonë. Edhe në shtëpinë tonë, na si familje i kemi detyrat e ndame pak si drejtoritë e komunës, secili e kryen një funksion. Po para aty në funksioneve, na njerë duhet mu siguru që shtëpinë e majmë pastër, apo jo? Se nëse s'ka pastërti në shtëpi, nuk mundesh me krye asnjë funksion tjetër. Pra është baza, është themeli, pastërtia. Ne po flasim shumë për menaxhimin e mbeturinave, po qyteti sot është shumë i papastër. Nëse cilin cep nuk ka pastrim, nuk ka mirëmbajtje, shto tash edhe grumbullimin mbeturinave në çdo kant të qytetit, që është kryesisht si pasojë e një politike lokale që nuk i fuqizon ndërmarrjet publike, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me pastrimin. Shihni edhe ndërmarrjet e tjera, unë besoj që kjo është pak shkolla e LDK-s. Ata nuk janë shumë i tharë të publikes, të ndërmarrjes ose pasionisë publike. E ke po e dështojnë ndërmarrjen, kënej po i kontraktojnë kompanitë private për zgjidhje. Po ma bllokojnë, po du më ndol, po shpjegoje një herë konceptin tuaj për mbeturina e pastaj po him pak në argumente dhe kundër argumente. Shteti gjerman ka program, ka mbështetje financiare, ka analizë, pra model gjerman për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë. Është diçka që ka nisur shumë më herë. Por ata i kanë disa kushte, disa kritere, dojnë me pa qysh po punon ti. Pra, qysh po kuptojnë ne, ju jeni me forcu publikën këtë rast, edhe publika me kry punën e rregullimit të mos keq kuptona, unë jam kështu, me fuqizu ndërmarrjen komunale publike. Mirë po mi alo në diskrecion kompanisë, ndërmarrjes, që për punë që nuk mrin me i bo, me nën kontraktu edhe biznese private. Pse jo? Është edhe sinergji, është edhe bashkëpunim, është edhe mbështetje për biznesin. Po mas pari e forcojmë ndërmarrjen publike, jo me sjell në gjendjen ku e kanë sjell ndërmarrjen publike, e pastaj me kontratat negociume, mule shpejt kontrakto diçka për me hek bërllogun prej qytetit. Ka shtete të fuqishme që kanë plane, programe, financa, kredi, edhe grante për me na ndihmu me zgjidh këtë problem. Po ata dojnë me pa qysh po sillesh ti. Nëse ti e shkatron ndërmarrjen tënde, je jo serios për ata pastaj për partneritet. Unë du me i fuqizu këto partneritete, janë disa. Dhe kjo e zgjidh janë edhe për kjo problemen e mbeturinave. Tash bonon të elementi kryesor, domethënë siç shën ti mos grumbullem. Dhe akuzat aty janë jo pastrimi, jo aksionarët e Urani Ismailit, jo qytetari në funditës, tash unë po flas si qytetar, e shën burllogun. Me t'i bra kështu, pyetja më është për 4 vite, cilin problem të qytetit e ka zgjidhur. Se qyteti ka të bëj me probleme edhe me zgjidhje për ato probleme. Në qytet nuk ka politik. Në qytet kryetari është menaxher, i merr detyrat, i trajton problemet, i zgjidh sfidat dhe i ofron jetë normale qytetarëve. Pyetja më është kjo, cilin problem të Prishtinës e ka zgjidhur për 4 vite kryetari aktual? Hajde pesbuz pak, se disa probleme lypin kohë ma shumë. Cilin problem është tu e zgjidh? Pra ka nis, i ka bë disa hapa, po pritet në vitet e ardhshme me përfundu. Asnjë, fatkeqësisht,
Qa kemi dëgju këto vite, edhe ka intensifiku kove të fundit është, gjithmonë e ka gjetë një fajtor kujdestar për dështimet në Prishtinë. Nuk është ashtu, Gjithmonë një fajtor kujdestar. E kisha kesh para ju. Fillimisht thoj ke partneri koalicionit po më blokon, po më edhe prishi koalicionin. Mas asaj tha filan ndërmarrje po më bojkoton, fajt i ka ndërmarrje. Mande e pat bordhin ndërmarrjes, mande një agjensi shtetënore, mande një minister tjetër. Për krejt problemet e Prishtinës, gjithmonë dikush tjetër është fajtor, a keni në herë të thonë, po unë po e pranoj që këto nuk kom rime e kry vetë. Asnjëherë ky vet nuk e fajtor. Ama cili kryetar ekziston se thotë çto. Le ta gjykojnë qytetarët, çfarë kryetari është ai që për krejt dështimet e qytetit faturën ja çon dikujt tjetër. Pa e marr përgjegjësinë ti, nuk mundesh me mos sill kështu. Këto janë problemet e tua, detyrat e tua dush me i zgjidh. Kthehemi te kjo, domethënë zgjidhja sipas programit tuaj të mbeturinat, edhe po kalojmë te fundit të qenë Dacak si përmbledhjes si 3 shtyllat, mandej po hyjmë në pak më në detaje. Ne po propozojmë modelin e reformimit të ndërmarrjeve komunale publike, duke i fuqizuar ndërmarrjet, duke i rrit teknologjinë, pajisjet, stafin profesional mbase rikualifikimin e stafit që veç janë të angazhuar aty, kanë bërë shumë punësime, tu i mbush administratat e ndërmarrjeve e tu i lën anashtu. Shtimi i numrit të kamionëve, i kontejnerëve, i sistemit të mirë menaxhimit të mbeturinave, i orareve kur mbledhen ato, i mënyrës që na i çasemi edhe hudhjes së mbeturinave, edhe një sistemi të klasifikimit dhe riciklimit të tyre, qëre, nuk po flas kur gjë të re, sepse janë sisteme që janë implementuar në vende të tjera, edhe kemi një partner ndërkombëtar i cili na e ka ndërtuar modelin, mirë po kërkon prej neve me qenë serioz në raport shtetin gjerman. Pra ka edhe kredi, edhe grant, edhe program të marrum, po ai ku të shet ty që po e shkatron ndërmarrjen, që po punson për te normave të lejume, që praktikisht të ndërmarrjen të e shkatru për hap rrugën vetëm për biznesin, edhe për përdor për nevoja politike të punësu gjatë zgjedhjeve, nuk bashkëpunon ai me ty. Reforma e dytë në ndërmarrje publike është ajo që ne po propozojmë si ndërmarrje e integruar e lagjes. Sot i kemi në ndërmarrje të komunës, përfshi KRU-n që është ndërmarrje rajonale dhe në menaxhim të qeverisë qendrore, të cilat funksionojnë pak si ishuj në vete. Propozimi është ky. Çdo lagje duhet ta ketë ndërmarrjen e vet meti. Aty duhet të vinë këtë ndërmarrjet bashk, me pajisje, me koordinim, me kapacitet, njërë vetë komuniteti i lagjes, për shembull përmes këshillit lokal të lagjes, të bëhen pjesë e menaxhimit të asaj lagje. Sepse e din më mirë edhe vetë ata që janë atë probleme. Po tash do t'i ballafaqohen, qytetarët bëjnë kërkesa rregullisht nëpër drejtora, komunë, kryetar, nënkryetar, kur s'marrin përgjigje. Kjo i bën që ata e kanë tash edhe vendin, edhe kapacitetin dhe mundësinë vetëm u angazhu përmes ndërmarrjes së lagjes, me i trajtu problemet e lagjeve tona. A din cili është problemi më i madh i lagjeve tona? Nuk ka mirëmbajtje. Janë disa investime që kanë ndodhur viteve të fundit, do hapësina të sporteve nëpër lagje, parqe që janë bë, shkon mas 6 muaje, mas 9 muaje, janë të papërdorshme. Pse? Se i ka vytaj postimin në Facebook që duket bukur, edhe mandi kur kush nuk u marr me menaxhim. Kështu janë ndërtu edhe janë xhiroz, në fakt korsit për bicikleta nëpër qytet, e ti e din çfarë relievi ka Prishtina, sa ftyro më vozit me bicikletë, mirë po janë ngjyra kuqe, duket shumë mirë në postim Facebook, po pastaj çka ndodh, nuk i intereson kërkujt. Duke e decentralizuar, pra decentralizim, duke i fuqizuar komunitetet në lagje, duke i çu pajisjet atje përmes gjithë problemet, ne edhe i paraprim problemeve, edhe i trajtojmë me kohë, edhe kushton më lirë, edhe banorën e bëjmë qytetar aktiv për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e lagjes së tyre. E kjo, dhe e treta, për me përmbyll të ky projekti, propozimi juaj i Lëvizjes Vendose dhe juaj si kandidat, njëri probleme gjithashtu që e ndaj është ka qenë edhe çështja e qenve në Dacak, do në zemër deri kemi pa fëmijë edhe nana, edhe baballar, edhe gjësh domethënë të sulmuar në shkolla, në objekte, te biblioteka, të qendra të QKMF-t, të shkollat. Si është në zgjidhjen e këtij problemi ju në Lëvizjen Vendose? Unë gjej takova një komunitet të vullnetarëve, të cilët janë dashamir të kafshëve dhe janë angazhuar shumë viteve të fundit për çështjen e qenve në Dacak. Fatkeqësisht në diskurs publik e kemi pa që komuna e Prishtinës jo vetëm që nuk i konsideron këta si partner,
po dhe ka degradu në gjuhë në raport me tyne. I fyn njerëzit që vullnetarisht angazhohen për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve. Propozimi im është ky. Fillimisht, trajtimi qenë vendacak nuk është një çështje që zgjidhet shpejt. Nuk ka këto metodat shpejta, sepse metodat e shpejta janë metoda degraduese, janë metoda radikale, ato nuk më i bo, sepse kemi ligje, kemi rregullore, kemi konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të kafshëve. E dyta, na duhet shumë bashkëpunim edhe me komunat e rajonit, edhe me qeverinë qendrore. Kjo është shumë e rëndësishme, po si mbështetje. Bartës është komuna e Prishtinës. E treta, na vyn një strukturë veçantë brenda komunës, një njësi që mirët vetëm me këtë problem. Unë këtu i ftova di aktivistët e drejtave të kafshëve, thash e jani bëhemi bashkë, zyrtarët e komunës, profesionistët, veterinarët dhe ju ta kryejmë njësinë e veçantë që ka mu marrë me këtë çështje rregullisht. E katërta, kemi nevojë edhe për bashkëpunim me qytetarët. Pra dhe mënyra që është ne komunikojmë që i qasemi përgjithsisht kësaj problematike, ka nevojë pak për trajtim, dhe ne jemi shumë të interesuar që të krijojmë një ambient miqësor ndaj qenve, ndaj kafshëve, që ata të mos jenë rrezik për jetën dhe për sigurinë e qytetarëve. Adoptimi duhet të jetë politikë qendrore në trajtimin e qenve endacak. Mirë, po jo kjo metoda për të gjithë, model për edhe për komuna tjera. Kështu funksionon edhe në shtetet e tjera. Adoptimi është mekanizëm shumë i efektshëm, po jo çka kanë bërë këta. Këta thanë e nisëm adoptimin, u adoptu qeni i 1.000 e i 2.000, kur e pa mishën këtë dhe 12 veta që këshin marrë me qindra në pëstrejimore ku ka trajtim degradus ndaj qenve, e pam që është skema mashtrimit dhe nuk është skem që e zgjidh këtë problem. Tjetra, duhet inspektim edhe të këta adoptus, për edhe të strehimoret e Prishtinës, dhe mbi gjitha keme nevoj një lloj subvencionimi të organizatave, të aktivistëve, të vullnetarëve që punojnë për çështjen e të drejtave të kafshëve. Është një angazhim kolektiv ky. Duhet shoqënia mu angazhu bashkarisht për me trajtu këtë problematikë dhe me zgjidh një herë përgjithmonë, edhe një herë, dhe këto po e them për secilin problem të madh Prishtinës, unë nuk kom marrë me premtum rregullina, as nuk kom shkop magjik, po kom vullnet me punu për ditë me zgjidh problemet, e disa probleme kërkojnë kohë për me u zgjidh. Po ajo kohë është për me bë zgjidhje të qëndrueshme në fund. Kjo që kam bë me qenë të ndasa këtu, kene me pa, shumë shpejt ka mu kthy shumë më i madh problemi se sa që ka qenë para një viti për shembull. Ndëgjova me shumë kujdes të pjesa e parë të shtyllat kryesore, pjesëbërthej për publikun, pra qeverisje mirë, zhvillim dhe barazi dhe top temat trafiku, mbeturinat, qenë të ndacak, nëse e kuptova drejt Te pjesa e funksionit. Te pjesa e funksionit, absolutisht. Tash absolutisht po du më shku pak në thelb të disa çështjeve, sepse Prishtina si kryeqytet ka, thash, është zhvillimi, është pasqyra e Kosovës, domethënë rrugët, onazat, kyçet, lidhjet, qendra umete bllokume, akuzat e kryetarit ekzistues për bllokim nga niveli qendror, bllokim nga si Ministri i Kulturës, bllokim nga zoti Hekuran Murati si Ministri i Financave dhe të Buxheti, bllokim nga kryeministri dhe qeveria në përgjithësi, duke blloku kryeqytetin për mos me pas mirëqenie dhe zhvillim. A është kështu zoti Qeko dhe cila është kundërpërgjigja asaj që unë e kisha me zotin përpara Rama? Strategjia viktimizimit, mbase në mendjen e tyre mundet me funksionu si strategji elektorale. Mirë po, këta po harrojnë që votuesi i Prishtinës rregullisht ka ditë me ndëshku mos punën, edhe arrogancë. Pra këtu të gjithë ne nga pak kemi ndëshku prej votuesit Prishtinës. Historikisht është kështu. Kudo ku ka pas mos punë, arrogancë, arsyetime, viktimizim, të kanë ndëshku votuesi. Pra kjo është porosia jame për ta politike. Mund ta përdorin sepse kjo është në favorin tim fundfuni, se di që si funksionon, po viktimizimi është strategji elektorale e dështume e tyne. E dyta, nuk ka asnjë fakt të bazuar në dokumente, në vendime, në ligje, në vendime gjyqësore fundja. Politikisht. Qysh politikisht? Do më thanë, kjo retorik, Jo, po na blokojnë, kur ja kërkon ti një bazë me dokumentu, qysh ka ndodhur blokada, rruga, buxheti, a janë konkrete që për shembull? nuk janë as pak konkrete sepse janë pjesë e propagandës së njëjtë.
Unaza, unë kom veç një pyetje pse s'ka nis me u ndërtu Unaza deri tash me buxhetin që e ka komuna. Komuna e Prishtinës ka buxhet vitin e ardhshëm 150 milion euro në vit. A din sa e bjen kjo? Ma shumë se gjysma e ministrive. Prishtina është super fuqi financiare. Nëse kemi një trase të Unazës së jashtme, ato shumica dërmuese janë prona private. Njëherë duhet me bëj sigurimin e trases. E dyta me nis shpronësimin dhe e treta një projekt që kushton gati 500 milion euro, ti dush me e implementu me segmente, pjesë. Kush e ka ndalë me gjithë këtë buxhet që e ka, me nis procesin të paktën të sigurimit të trases, shpronësimeve dhe realizimit me segmente të Unazës së jashtme. A din sa ka këtu vitin e kaluar prej buxhetit vet? Gati 50 milion. Po thos Se i kthen 50 milion rapa. Këtë vjet kena bllokim, thotë që nën muj pa buxhet. Asnjë bllokim nuk e ka. Komuna e Prishtinës është vënu brenda afateve ligjore me miratu buxhetin e vet. Që kjo ka ndodhur. E dyta, ky ngërç institucional ku jemi na pamundson me pas parlament për momentin. Çfarë do ndryshimi të miratimit buxhetit mas afati, që është faji vet komunës, duhet me kalu mu votu në parlament si amendamentimi ligjit të buxhetit. Ka që thjesht është bre? Ka që thjesht është? Nuk ka këtu vullnet mo, nuk pyetët ministri i financave as kryeministri. Është ligji parlamentit. Vonesa që i shkakton komuna në këtë rast, a din ku korrigjohen? Në ligjin e buxhetit. Ligjin e buxhetit mund të amendamentu vetëm parlamenti. Nuk e kemi sot atë parlament. Apo më kupton? Veç nuk Ky është thjesht arsye tim. Publikun e kam. Nuk e keni blloku, kur po them nuk e keni blloku si qeveri për faktin që me qit kryetarin aktual keq që me të shkon favor ty. Si kandidat. Se që kjo është njëna prej diskutimeve, oponentët që mund ta përdorin. Tash është ashtu kjo. Ata e përdorin edhe për arsye sepse nuk mundesh me qenë kryetar komune i 6 mujve të parë dhe i 6 mujve të fundit. Ai muj i mjaltit që do këtë vetja interesant se fillimi e bo kryetar komune, edhe fundi kur është që po kryet, s'ki rezultate, s'ki projekte, nuk e ke zgjidh asnjë problem, tash duhet me ndërtu një prall, meti. Pralla që po e ndërtojnë këta, rrëfimi ty në është ndërton prallë panorama, unë këtë shqyto po ndërton se unë e pyeta edhe për juve, kur te kandidatët që kom ju pyeta edhe për ka fitu me mashtrim. Ka qeveris me PR, edhe po e përfundon me improvizime dhe viktimizim. Do më thënë se mu ish kurtimisht me përmbledh 4 vjeçaren e ti, fitore me mashtrim, qeverisje me PR, edhe përfundim me improvizime dhe me viktimizim. Ka që thjesht është. Tash, a mujtë e blokada shkurtimisht? Jam konsultu me disa ministra që kanë investime kapitale në buxhetet e tyre. Qoftë Ministria e Infrastrukturës që bën rrugë, qoftë ajo e arsimit që bën shkolla, qoftë kjo e jona që bën investime në sport, në kulturë të tjera. Një numër i madh i kërkesave tona për me investu në komunën e Prishtinës me ndërtu, a din ku është bloku? Në ndarjen e parcelave, sepse qeveria nuk ka tokë. Komuna ka prona publike komunale dhe çdo herë kur ne dojmë me investu, dhe kjo ndodh me këtë komunat, kërkojmë nga kryetari i komunës dhe nga asambleja me na nda hapësinë për me bëj investimin e caktuar. 10 miliona investime nga qeveria qendrore ja ka mohu qytetarëve të Prishtinës vetëm sepse nuk na i ka nda hapësinat ku na mujmë i bë ato investime. Edhe në disa që janë zhblloku doçerdhe ka ndodhur mas 2 viteve. Pra ja ka mohu qytetarëve të Prishtinës 10 miliona euro investime nga qeveria vetëm sepse ka vendos kjo taktikë që ka përdor shumë më herët. Ai vetë na ka blloku, që në fund më thonë që se këta nuk po investojnë. Por përkundër kësaj, unë para do ditësh e kam publiku vetë si Ministri e Kulturës listën tonë të investimeve në trashëgimi kulturore, në kulturë, në sport, në Prishtinë. Ti isha unë bloku si Prishtinës, për bes nuk isha investu në 4 vite në gjitha të projekte që ka ndodhur në Prishtinë. Një çështje që intereson qytetarëve të Prishtinës është sheshi Gjergj Bosh, njëri prej shesheve më të rëndësishme edhe vitale, edhe për nga qarkullimi, edhe për ka rëndësia, edhe për nga imazhi. Nuk u mujt me paramendu në 2025, ku në kohën kur kemi pas jashtëzakonisht shumë vizitor, një 2-3 bagjera që aty, edhe do akuza, edhe do thotë që është dikon me në shtet pa zhvillum e jo me synime të integrimit evropian, do bagjera në rrugë. Akuzat janë që jo, një në anë ka trashëgimi kulturore edhe s'duhet me punu, në anën tjetër komuna ka punu.
edhe pastaj a duhet me hap sheshe apo jo edhe për qarkullem. Cili është qëndrimi juaj dhe si kandidat i lëvizjeve vendose për këtë çështje shumë të rëndësishme në Prishtinë? E para, kudo ku ka zonë të mbrojtën të trashëgimisë kulturore, dhe këto janë ligjet miratuar para 20 viteve. Edhe këto asetet që janë në mbrojtje, që këta po thënë çfarë vlere ka ajo, çfarë vlere ka kjo, janë vendimet që janë nënshkruar ish ministrave, me LDK, me BDK, shumë mirë kanë bërë që kanë nënshkruar ato vendime. Kur e fut një monument në mbrojtje, e ke një zonë të mbrojtën për rreth me një perimetër, edhe për çfarë do ndërhyrja në atë zonë, cila do qoftë palë, private, komunë apo dikush tjetër, vetëm kalon përmes një procedure të marrjes së pëlqimit nga Instituti për Monumente. Kaq e thjeshtë. Nuk ndalohet meti, vetëm është zhvillim i kontrolluar. Domethënë, kur e keni projekt brenda një zone të mbrojtur, duhesh me i pyetë do profesionistat të trashëgimisë. Ata të thënë, kujdes, sepse këtu është një monument, nuk duhesh me konkuru për kanalësia, duhesh me pas se janë do vlera historike që duhen me ruajtur. Kaq, po nuk i bën që nuk bëhet aty. Ky ka dështu me marrë çat pëlqim. E ka shpall tenderin, e ka nënshku kontratën, i ka qit bagjerat, pa respektu ligjin. Ky është ligj, nuk o vullneti ministrit. Se kështu ndodh në këtë Kosovën. Ti kur don me ndërtu diçka, me bën një investim, shumë mirë që bën investim. Po je brenda zonës, ligji thot, dush me marrë edhe një pëlqim. Ka që thirr, nuk po vjen me marrë. Ose kur po e nënshkruan, po dalin bagjerat dhe po del inspektori, sepse inspektori i trashëgimisë është i detyruar me dal, me të thonë ku e ki pëlqimin. Edhe vet komuna, kur e shet dikon një qytetar që e nis një shtëpi diku me ndërtu në pronën e tij, edhe nuk e ka lejen, aja çon inspektorin. Ka se thjesht është. Kur don me bën ndërtim, duhet mi respektu ligjet, procedurat me marr lejen, nuk po e merr lejen, dhe jo vetëm me sheshin Gjergj Bush, po edhe me rastet e tjera, sidomos vitin e fundit, sepse kjo po i ndihmon me ndërtu narrativën e bllokimit. Meti bre ku ti vet nuk shkon me kërku pëlqim, ku nuk i respekton procedurat edhe ligjet, tani detyrohet inspektori me dal aty, e ti thot që po vjen me mbloku, ti e ke përgadit terrenin, dikush me dal me të bloku, që këto me shëndru në strategji elektorale. Kjo është fatkeqësi për qytetarin, fatkeqësi për qytetarin e Prishtinës, po, e dyta çka është? Unë mendoj që ky e ka një siklet më. Dhe sikleti i tij i madh, pash pak edhe në emision. Ishte ke nervoz shumë, apo? Kjo agresiv, nuk u konë qështu. Do më thonë, ky bile u konë i kujdesshëm, u mundu me majt një farë kështu, qase ma pozitive. Ke koja nervoz. E leximi e më shky tashmë, më konë gabim, po që shë lexojon atë nervozitet të ti, ky e ka një siklet të madh për te humbjes së zgjedhjeve. E ka pas një fokus shumë interesant në do kyçum projektet mëdhaja, po janë megalomane, po janë të mëdhaja në kuptimin e vlerave të kontratës. Unë në që ka shumë dila këtu. Ka shumë prapaskena, të cilat ne i kemi deponu edhe si dyshime në prokurori për aktivitet antiligjor, kriminal dhe kundër interesit shtetëror të Kosovës në kuptimin e mirë menaxhimit të buxhetit. Këto duhet me thonë, duhet me iftu këtë organet me vepru, e kur jemi të organet, dhe sheshi Gjergj Bush, 2 herë gjykata themelore e Prishtinës e ka refuzu kërkesën e komunës për pezullimin e vendimit të inspektoriatit të trashëgimisë kulturore. Çka i bën tash kjo? Edhe gjykata po e bllokon apo? Se neve këtëve ne ka shtin listë si bllokues, tash duhet me shtu edhe gjykata. Nëse inspektori jon edhe ministria dhe instituti kanë qenë gabim, ka mujt gjykata me konstatu më thënë, jo gabimisht ja keni nal punimin. 2 herë gjykata themelore, brenda një periudhe të shkurt, e ka konstatu që nuk aprovohet kërkesa e komunës për me pezullu vendimin e inspektoriatit të trashëgimisë. E qartë, janë për hapjen e sheshit që e kum pa disa nga kundër kandidatët që thonë do ta hapin, i kum dëgjuar edhe juve të qëndrimi për njerëzit që se kanë cili është qëndrimi juaj sa i përket sheshit Gjergj Bush dhe a do të kthehet në shesh apo do të jetë në qarkullim edhe për lëvizje të lira dhe për automjete. E para unë besoj që ajo hapsin sheshi Gjergj Bush nuk është thelbi i problemit, është pak si bishti i problemit. Edhe 2 kundër kandidatë e mi janë të insistu shumë, po janë të ju ka për bishti i problemit. Problemi themelor është trafiku. Dhe kjo zgjidhje sistemike trafiku, kur e ke planin për zgjidhje sistemike, aty del edhe zgjidhja për Gjergj Bushin.
A din ç'është është puna? Nëse i trajtojmë pak me prioritet urgjencat e Prishtinës, në atë zonë, ti mas pari e keni shesh prej parlamentit deri te Grandi, apo? E dyta, e ki në anën tjetër, ka universiteti një kampus të tonë me hapësinë publike. Do të thënë që ajo zonë e Prishtinës nuk vun shumë për hapësinë publike. Fundja ke mujt me revitalizu pre si komun kampusin e UP-s në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës me bua të hapësinë pak më atraktive, pak më gjallë. Se asun as ti nuk e shfrytëzojmë atë hapësinë, veç kalojmë ka një tranzit me dalën pjesën tjetër me shkua nej ka Haktashi. Problemi urgjent është trafiku. Për këtë arsye, ajo bllokat, pa e trajtu si prioritet çështjen e trafikut ose pa ofruar një alternativë, ka qenë një prej goditjeve më të mëdha që ju ka dhënë qytetit dhe qytetarit. Propozimi im është në plan fillestar me hap për qarkullim një pjesë të sheshit ose rrugës George Bush. Pjesa tjetër integrohet me kampusin e UP-s për shembull, edhe bëhet shesh, ndërsa gjysma tjetër bëhet me 2 korsi për qarkullim me shpejtësi të kufizuar dhe të kontrolluar, për hapet një arterie shumë e rëndësishme për qarkullimin në Prishtinë, ndërsa ka dhe metodat mira që në orët e mbrëmjes, dikur ka ora 8, ajo prapë mbyllet, edhe deri në mëngjes bëhet e tëra shesh për qytetarët e Prishtinës. E qartë, po na shkon, unë e thash në fillim, kjo nuk është intervistë klasike, është bashkëbisedim, është diskutim që unë po duam ja ofru publikut në Prishtinë, qytetarëve të komunës së Prishtinës, si kryeqytetit, si më e rëndësishme, kandidatët për kryetar komunash. Me komunisë edhe me tjertë, edhe te pjesa e fundit, ju e përmendur shkurt, po unë e kam një pyetje për kundërkandidatët për secilin te gara. Shkurt, te përparim Roma e thatë, po duhet edhe njerë me morë qëndrimin. A ju ka qytë demagog, do në zamar? Tha blokuz, demagog, ku edhino? Edhe do fjallë tjera. Po. Ma të ronda. Po. Më boni përshtypje që kish dalë pe taktit. Do më thënë, ish edhe nervoz edhe agresiv, nuk e kom pas ashtu. Por kisha preferu edhe për respekt ndaj teje, mos me ranë qatë nivel, po e lo, s'po i përgjishna... Jo, po e bëj një koment, po nuk po i përgjishna qatë i fjallori. Është tepër e ullë, tepër fyse, edhe një shumë më ti, nuk po du në qëtë studio tonën me bo qatë loj diskutimi, edhe psa e meritan. Mirë po më po du me thonë kështu, jam shumë i interesum me bashkëpunu me përparim Rome. Ai është përveç kandidat për kryetar komune edhe bartës i listës për asamblejnë. Edhe bartës i listës e dinti i merë të gjitha votat që i merë partia, pra i bjen që gati është e garantume që bëhet asamblejst. Dhe logjika ma thot që masë është bartës i listës, nesër kam u bërë shef i asamblejistave të LDK-s në asamblej. E unë kom thonë prej fillimit që nuk kom me tentu veç me ndërtu një shumis të thjesht të votave në asamblej për me qeveris, po kom me tentu konsenzus të përgjithshëm. Kom me iftu të gjitha grupet që janë të përfaqësuar në asamblej për të mirën e Prishtinës. Ta zëm njona për ty në është plani zhvillimor komunal. Mbi 10 vite nuk po miratohet, pse? Se ka shumë beteja. Unë po du me iftu të gjithë. Po du me ndërtu një klim të dialogut, të mirëbesimit, sa mundën. Kjo është politike, ndoshta edhe ma refuzojnë, po unë kom me insistu shumë për me kriju frym të bashkëpunimit në gjithë asamblejë për të mirën e Prishtinës. Po unë po thonë tash, logjika eme, masi është bartës i listës, bëhet asamblejist, logjikisht duhet me qenë edhe shefi asamblejistëve, e me shefat të asamblejistëve kom me pas mas shumë të komunikim dhe dialog si kryetar komune, e unë kisha dash me pas bashkëpunim edhe me te dhe me të tjerët. Interesant, zoti Orani Ismaili, kandidati PDK-s. Nuk kom shumë mendim për te për hir të vërtetës, sepse, qysh më thonë, shfaqet një herën 4 vjet, edhe flet për Prishtinën, edhe tregon sa shumë e don Prishtinën. Mandej ka këto periudat e qetësisë, nuk di me çka mirët, nuk di çka bën. Në qeverisën e fundit kanë qenë bashkë, unë mendoj që është pak jo parimore, jo etike. Sot Orani Ismaili me kritiku për parim Ramën, me thonë e ka shkatru qytetin, kur pa Oranin s'kishim pas për parim.
pa votat, inxhinieringun e jashtëzakonshëm të mobilizimit në balotazh në 2021 të PDK-s, përparim Rama nuk është bë kryetar i Prishtinës. Kjo është e para, kur zot me harru. E dyta, 2 vite gati kanë qenë bashk, i kanë nda drejtorit gati së gjysgjys, ndërsa edhe në pjesën tjetër kanë qeveris bashk edhe përmes ndërmarrjeve komunale. Unë kështu, po them, Kështu e sheh, nëse ka një medalje të dështimit, medalja e dështimit do të më dhon këtyre dyve për këto 4 vite në Prishtinë. Ta janë 2 anë të njëjtës medalje. Nuk muj me amnistua Suran Ismaili nga që ka ndodhur në Prishtinë këto 4 vitet e fundit, me pas një qësi medalje me 2 fytyra me 2 anë, ja kusha dhënë të dyve, pra dështimin Prishtinë ka 2 emra, përparim dhe Uran. 2 kandidatë të tjerë, Bek Berisha nga Lanca për Armërinë e Kosovës dhe Zonja Besa Shahini nga PSD, jam të i përcjellë në ajo që është sot rrjetet sociale, të gjithë juve, për shkak të interesit, trendit, zhvillimit, që po ndodhin, premtimet, fushatat, që ke po, garanti shen edhe të i përcjellë, ose kabineti, ose shtabi, edhe të informon, që po ndodh të kundër kandidatët, që ke po Bekën edhe Besën? Nga gjithë këta kundër kandidat, e kom vrejt një element shumë interesant. I bjen gati si me i pasu një 3 kundër kandidat që të janë të pavarur. Asnjëri nuk i dojnë fort partitë të tyre. Dojem shefin, do se sesin plan të parë, do thënë nuk jam hiç antar i kësaj partie, po njëri thotë nuk jam antar i partisë. Tjetri jam shef logon, edhe njëra kështu nuk don fort me kallëzu me cilën partior, po kanë herë ki përshtypjen se i ki kandidat pavarur ta për kryetar komune, i vetëm jo Bek Berisha bashkë me mua se ka problem me kallëzu se garon me partinë me cilën garon. Okej, interesant. E fundit natyrshëm, gara do të jetë interesant me 12 tetor. Ku e shen vetën? E shen në ballotazh? Kush mund të jenë nesër nëse ju fitoni? Sepse secili po mendon që fiton, natyrshëm, garë. Kush mund të jetë, le të themi, një bashkëqeverisje me dikon, sepse Prishtina gjithmonë ka ekzistuar e tillë nga situata ekzistuese ka një shem pak më të afërt me program, me vizion. Unë fillimisht mendoj që LDK-ja dhe PDK-ja duhen me shku në opozit në Prishtinë. LDK dhe PDK duhet me shku në opozit. Po. S'ka shumë tjerë mendoj. Ka. Okay. Unë mendoj që ka. Do ta shohim. Alonza ka pas në asambleë do në zamar. Saksisht. Ka edhe lista të tjera. Është lista e partisë Guxo. Është lista e alternativës për asambleë. Është lista e lidhjes për Prishtinën. Është PK-ja, PSD-ja. Pra kemi mjaftueshëm lista edhe besojnë edhe njerëz me cilësi edhe do të kemi diversitet në asamble, unë për këto paka shumë jom i vetëdijshëm, mirë po prej tash unë besoj shumë që LDK-ja dhe PDK-ja duhen me shku në opozit në Prishtinë. E dyta, unë po garoj me një ofertë që është 10 vjeçare. Pra, vizioni në quhet Prishtina 2035 dhe 2 mandate i kanë 8 vjetë. Kërkesa ime, po, prej qytetarëve është që të më besojnë këtë mandat, sepse në 2 zgjedhjet e tjera të ardhshme nuk ka më pas nevojë me bë shumë fushat, sepse puna ime, rezultatet dhe zgjidhjet konkrete kanë me qenë dëshmi të mjaftueshme për qytetarët që me më vazhdu edhe mandatin e dytë edhe të tretin për me realizu vizionin 10 vjeçar, por ky vizion 10 vjeçar nuk do me thonë që në vyn 10 vjetë shime ma 10 vjetë, unë ko me raportu çdo vit për progresin në zgjidhjen e problemeve të Prishtinës. E kam edhe planin emergjent të veprimeve të para të vitit parë, e kam edhe planin të mandatit të parë, mirë po kitë këto veprime, brenda një vizioni 10 vjeçar, Prishtina është shumë keq, jo vetëm për 4 vitet e fundit, për hjes vërtetës, po për shumë dekada para, bile edhe për kur është qeverisë edhe nga lëvizjet për periudhën e paraluftës, duhet me pranu, janë shtresu problemet në Prishtinë. Nuk ka zgjidhje të shpejt, nuk ka zgjidhje magjike, nuk është mirë me bë filma, edhe me ju premtu qytetarëve mrekullina, sepse e pam çka ndodhi për 4 vite, renderat bukura, rezultati katastrofik,
duhet me qenë realist, duhet me qenë pragmatik, me pas vizion, po me pas edhe hapa konkret që shky me ecë çdo ditë brenda atij edhe 10 vitë përpara, edhe unë mendoj që kjo ofertë ka më mirë prit prej qytetarëve të Prishtinës. Zoti Ajrullah Çeku, faleminderit shumë. Që e thash në fillim, ky është një cikël i diskutimeve për me ofru të publiku, për me pa kush janë kandidatët. Pra, nuk është intervistë klasike, sepse do të ishte ndryshe, ju më njeni gjatë, unë nuk kyna në ju e një ministrë në detyrë, pra me të gjithë dhe me zotin përparim Roma dhe me kandidatë të tjerë, po shpalosim thjesht në këtë fazë, po shpresoj që do të kemi mundësi gjatë fushatës me shku në tema diskutime, edhe pse jo me pas edhe në publik mi pa të gjithë kandidatët të Prishtinës. Faleminderit shumë për kohën, për fund që ishit me neve me ndo vizionin tuaj për Prishtinën. Për herë kënaqësi me bashkëbisedu me ty. Faleminderit shumë. Shikues ishte kjo përballë podcast me Ajrullah Çekun, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për Prishtinën. Ne do të vazhdojmë ciklin e radhës me të tjerët. Kjo ishte sa i përket ditës së sotme. Shihemi në përballë podcast të radhës. Faleminderit.